Mjeku shqiptar nga Kumanova kryen transplantin e 400 të zemrës në Gjermani. Një arritje e madhe në mjekësinë gjermane mban firmën e një shqiptari, doktor Bedrin Ramadani, kardiokirurg me preardhje nga fshati Vaksinc i komunës së Likovës, ka realizuar transplantin e 400 të zemrës në klinikën universitare të Düsseldorfit, duke shënuar një prej momenteve më të rëndësishme në historinë e këtij institucioni. Operacioni i kryer kohët e fundit vjen si kulmi një karriere mbi 2 dekada në kardiokirurgji, ku doktor Ramadani njihet si një specialist i suksesshëm për zemrën në Gjermani. Doktor Ramadani kreu studimet në Kumanov, ndërsa fakultetin mjekësisë në Universitetin e Rijekës në Kroaci, karrierën e vazhdoi në Gjermani, ku në vitin 2005 përfundoi specializim në kardiokirurgji. Ai ka punuar për vite në qendrën e sëmundjeve të zemrës në Duisburg dhe më pas u transferua në klinikën universitare të Düsseldorfit. Gjatë karrierës së tij ka realizuar mbi 7.000 operacione në zemër, 80 transplante të zemrës, 10 ndërhyrje të avancuara që bën atë një kardiokirurgët më me ndikim në Gjermani. Transplanti 400 i kryer në Düsseldorf konsiderohet një sukses i madh mjekësor dhe organizativ.